Një nën shqiptare me 3 fëmijë u zhduk, por ajo që ndodhi më vonë do t'ju prek thellë dhe jam i bindur për këtë. Madje në fund do të dëshiroja një komentin tuaj. Na i shkruan një shoku ynë. Do t'i themi emrin Astrid, nuk është ky emri i tij, por dëgjojeni me vëmendje këtë histori sepse më ka prekur vërtet. Dhe unë dua t'ja u përcjell juve që t'i japim një përgjigje Astridit. Ai na ndjek, është këtu me ne gjithmonë dhe e kam lexuar disa herë për ta kuptuar, sepse është pak komplekse si histori, por është një histori e vërtetë. Dhe është për më tepër një histori shqiptare, e një familje shqiptare. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë dhe më falni që e përsëris gjithmonë, por ka raste që shumë nga ju që shohin këto video kalojnë këtu, anash kalojnë dhe ikin. Nuk ju kushton asgjë që t'i bëni like faqes dhe videos, ose këtij kanali. Ka ndodhur para disa viteve. Astriti u martua, gjeti një grua me lajmësi, si pothuajse pjesa dërmuese e shqiptarëve para, le të themi, 30 viteve, ndoshta edhe më shumë. Nuk mund të themi dot vende dhe data të sakta, sepse nuk dua që i kam premtuar që do jem anonim. Por ai e bën pyetjen dhe siç ju thash do të dëshiroja një përgjigjen tuaj sikur të jem unë. Unë po ja u përcjell juve sepse i kërkova leje që t'ju them këtë histori. Gjeti gruan me lajmësi dhe u martuan. Ç'është e vërtetë ashtu siç thotë Astriti, kur u takuan për të parë, ai nuk e detyroi atë grua. Bile kur ndejtën pak bashkë si bëhet gjithmonë që të flisnin për të komunikuar mes njëri tjetrit të dy, vetëm pas një, gjën e parë që bëra tha, e pyeta. I thash, shiko, nëse ka dikush tjetër, ose ti nëse ke një histori tjetër, ose nëse mendon dikë tjetër, nuk ka problem. Ma thuaj që sot, sepse pastaj do të jetë më shumë komplekse historia jonë nëse pra isha i qartë. Unë tha sapo kisha mbushur 20 vjeç, 21 vjeç. Dhe ajo ishte 19 vjeçe, kur u martua. Dhe u martuan, lindi fëmia i parë, dhe filluan problemet. Sepse problemet e asaj ishin që jetonin në një fshat, jetojnë ende, Astriti jeton ende në fshat. Dhe me kalimin e kohës, ajo meqense si ndodh shpesh në Shqipëri që shumë të rinj jetojnë me prindrit. Dhe ajo nuk e duronte dot ndoshta, por kishte edhe trysni të fortë, sepse nga ana e babait dhe nënës kishte trysni të fortë sepse ata donin që ta largonin. Kishte edhe 3 motra të tjera. Kështu që kjo, duke qenë një nga motrat, kërkoni që ta martonin. Dhe ajo u martua. E kuptoi që donin që ta hiqnin, sepse ishte e tepërt. Kështu që nuk kishte relata të mira me prindrit. Nga ana tjetër, aty ku kishte shkuar, burri, pra Astriti siç thot, unë thot dilja me shokët. Me një fjalë pas pune, dilja me shokët, kënaqeshim, ktheheshim prap. Nuk i kushtoi aq rëndësi, për më tepër nuk e njihja atë dashurinë, sepse u njohëm kështu, nuk u njohëm me dashuri. Ndonse ai mendon që kjo është rruga, megjithatë në fund, nëse është e mundur, korrigjoni ju, nëse është drejt ajo që bën te Astriti ose jo. Sepse Astriti shkonte në punë, kthehesh nga puna, shkonte tek shokët, pastaj kthehesh në shtëpi, ndoshta rrinte pak me gruan, ato 10 minuta, 20 minuta ose ndoshta gjysmore, dhe pastaj aq flinte gjumë, kthehesh prapë nga e para për në punë. Pra, një jetë monotone për Astritin, por njëkohësisht edhe për gruan. Por gruaja e tij kishte edhe trysni të prindërve të Astritit, sepse, si thotë dhe Astriti, kishte nëna ime, thot, është pak ka qenë, pak e rënd, thot. E rënd në, edhe kur thoshte diçka, thot, duke sikur të fyente mënyrën e të folurit. Dhe është pak e vështirë që të rish me prindrit, si thoshte edhe thotë edhe Astriti. Dhe kështu që ajo u rëndua, pra gruaja, po ja u them eksaktësisht siç ma ka treguar, ju lutem, më ndiqni me vëmendje. Një histori që mund të ndodhë në të gjitha familjet shqiptare. Dhe
bëri fëmijën e parë, meqense edhe kur mbetet një grua shtatzan zakonisht ka edhe ato problemet e shtatzanisë, kështu që jo nuk ha të, jo nuk të, jo, dhe mendonte se ishte shumë e dobët, e pështirë, nuk ishte e bukur, sepse ishte shtërmëruar, ishte shëndoshur, e ku ta di unë. Gjitha këto probleme. Pasi lindi vajzë të parën, çdo gjë dukej mirë, por kur lindi vajzën, burri, pra Astriti, donte një djalë dhe filloi që jo ta ofendonte, por të tregonte atë anën maskiliste të meshkujve, shqiptar. Dhe ajo e kuptoi që tashmë kishte mbetur pothuajse vetëm, sepse nëse nuk ke nga ana jote e familjes mbështetje, nuk ke as nga burri, nëna e burrit nuk të ka gjë, dhe kështu që është një situatë vërtet komplekse, që ju do ta gjykoni, po e përsëris edhe një herë. Si përfundim, kaluan 2 vjet dhe ajo më në fund lindi një djalë. Dhe kur lindi djali, ndryshoi pak situata me gruan. Mirëpo duke kaluar dhe një farë kohe, kaluan vite, sepse pastaj lindi edhe vajza tjetër, pra një vajzë tjetër, 3 fëmijë, dhe vajza tjetër ishte 2 vjeçe, pra gjithsej kishin kaluar përafërsisht rreth 10 vite, mos gaboj, një gjë e tillë. Dhe si përfundim, lindi fëmija e tretë, kaloi një farë kohe, mirëpo me fëmijën e tretë, sepse kjo, meqense ishte ndoshta vajzë, si thot dhe Astriti, kishte një paragjykim tjetër. Me një fjalë, djalin e mbaja gjithmonë afër. Vinte me mua, më ndihmonte, ndonjëherë gjoja për ndonjë punë, ndonjë gjë, po do them dhe të vërtetën, thoshte që unë kur shkoja edhe ndonjëherë në bar, merja djalin. Po pse s'merje vajzën ti, thash unë. Po jo, sepse vajzat, po pse çohen vajzat në bar? Çohe merri një akullore në qendër, me të dyja. Nëse unë nuk dua të shtoj këto gjëra, sepse unë nuk dua të gjykoj, thash do t'ja ulë juve. Dhe u rëndua situata, u rëndua nga ana e prindërve të tij. Nëna e këtij e Astritit filloi që të sillej më keq me atë, sepse ajo nuk ishte jetoni në fshat dhe nuk kishte punë tjetër, ajo duhet bënte punat që bëhen në fshat. Dhe ajo kishte lindur në fshat. Mirëpo, duke qenë në familjen e saj, e ndihmonin dhe vajzat dhe motrat e tjera, kështu që ishte më thjesht edhe prindrit. Kurse në këtë rast, ajo duhet që të bënde çdo gjë vetë. Pra, përveç se bënde për vete, por duhet bënde edhe për ata. Dhe ndonë se bënde edhe për ata, dëgjonte gjithmonë thashe themet e vjerës. Dhe kaloi një kohë, kur ajo vajza e vogël ishte 2 vjeçe, siç thash, dhe aq ishte rënduar situata sa ajo nuk i kishte përkëdhelur asnjëherë fëmijët. Pra gruaja Astritit. Dhe një ditë nuk dihet se si i puthi, kështu. Dhe u kënaqën ata sepse ajo i puthi dhe i çoi në shkollë, siç bëhesh gjithmonë. Dhe pasi i çoi në shkollë, Astriti u kthye nga puna. Ishte ora, tha, 5, parafërsisht 5:20, u ktheva vonë, tha, ditë, dhe më telefonuan, tha, dhe më thanë, tha, shiko, mira, okej, gruaja nuk është kthyer. Dhe u ktheva, tha. U ktheva, mendova, tha, se mund të kishte shkuar, tha, për tek ndonjë shoqë, në një pazar, gjë që ajo nuk e bënte. Sepse menduam edhe në fshat. Pyetëm gjithandej asgjë. Shkova tek farmacia asgjë. Pyeta mjekët, një mjek që ishte aty i fshatit, asgjë. Pyeta një shoqen e saj, sepse kishte një shoqe, nuk është se herë pinte ndonjë kafe me këtë, shkonte tek shtëpia e saj dhe pinte ndonjë kafe për tu larguar pak nga ajo turistnia që kishte, dhe edhe aty ajo i tha që nuk digje fare, tha. Ç'është e vërteta, ajo telefonin e kishte lënë në shtëpi dhe telefoni ishte mu tek tavolina e televizorit, në cep të televizorit, televizori vjetër, mu në cep aty e kishte vënë. Pra, jo me ata plazmë, por ata të vjetri, se kështu e kishim, tha, nëse të gjithë kishim kështu, po ne aq kishim, tha, para. Dhe unë nuk e kisha parë, se ishte poshtë, si për të them, një cop e telefonit ishte, e celularit ishte poshtë, dhe unë nuk e kisha parë.
Aty tha e pam, tha, morëm telefonin, tha, shiko, për mos kishte në një mesazh të dyshim, në një gjë, asgjë. Unë detyruam, tha, që të merrnin policin, shkova në polici, tha. Shkova në polici sepse thashta këtë iku, tha, gruaja. U munduam, tha, asgjë, por ajo i tha që më ka dhëmur më shumë, o Nadir, thot, ishin fëmijët e mi, thot, që qanin çdo natë. Çdo natë hapte ai vogli, vajza e vogël hapte derën edhe thërriste jashtë, o ma. Ajo bërtitja e saj, që hapte derën dhe thërriste o ma, më therte. Dhe kaloi një kohë, kaloi disa muaj, tha, dhe vajza e kaloi. Por djali, tha, ishte mbaheshta më shumë. Kurse vajza e madhe, tha, unë mbyll në vetvete. Unë mbyll në vetvete dhe nuk fliste më me asnjë, as me mua. Shumë rradha vetëm kur ajo bënte detyrat, bënte çdo gjë, tha, po sidoqoftë rrinte në vendin e saj. Kërkuam, tha, gjithandej dhe gjën që më erdhi në mendje, tha, unë mendova, tha, se padyshim dikush mund t'i kishte prishur mendjen dhe e kishte marrë. Dhe ndoshta e kishte vrarë, sepse nëse ajo nuk kishte as pasaport, as gjë, as telefon, as gjë, padyshim e kishte thirrur dikush dhe e kishte vrarë. Dhe kështu ku do ta gjeja unë, tha? Çdo gjë e zez, çdo gjë u mbyll. U mbyll ky kapitull. Kaluan 15 vjet. Po. 15 vjet kaluan dhe tek dera e shtëpisë shfaqet një zotëri, thot Astriti. Ishte një zotëri rreth 60 vjeç, me një këmishë të bardhë, me gravat dhe i veshur mirë, me bark, dhe më tha, ti e, tha, Filan Fistoku, po. Ke mundësi, tha, që të takohemi, tha, diku tjetër, jo këtu në shtëpi? Po, i thashtë. Çfarë ka ndodhur? Po duhet të takoj, të flasta diku. Dhe hipa, tha, në makinë, të them të vërtet, tha, kur hipa në makinë, kujtova, tha, sepse hipa në makinë me të, unë mendova, tha, se mund të shkonim, tha, tek bari i fshatit. Kurse ai este dhe eci shpejt. Dhe aty, tha, u bëra merak, thash, tha, o bobo. Dhe i thash, ngrita zërin dhe i thash, ore, ku po më çon? Dhe i tha, mos ki merak. E kuptoj që je në tension, por ja arritëm. Në fakt, tha, arritëm tek ura, ishte një urë, është një urë, tha, që ka një lokal, që është larg nga fshati im, është 2 fshatra më tej. Shkova atje, tha, tek lokali, tha, përballë tek dera e lokalit, shoh, tha, një zonjë e veshur mirë, tha, me buzë të kuq, tha, perfekte, me flok perfekt, me taka, ishte, tha, yll. Dhe unë beta, tha, u shtanga, kush e di kush është, me syze dielli. Kur u afrova, tha, hoqi syze, tha, ishte bashkëshortja ime. Për pak, tha, sa nuk më ratë fikë, tha. Unë mbushën syt me lot, fillova të qaja, tha, edhe ndonë se, tha, kishin kaluar 15 vjetë, dhe i thash, ti je? Po, tha jo. Po unë kujtova se ty të kishin vrarë, nuk dije pse, nga u zhduke, çfarë bëre, duke i thënë të gjitha. Ato, tha, pyetjet që unë mendova në atë moment. Ajo, tha, nuk u tut, me një fjalë nuk është se qau, tha. Me atë shikimin, tha, që duket, tha, që kishte, me një fjalë, tashmë, tha, ishte dikush tjetër, tha, nuk ishte ma ajo grua, tha, që unë njihja. Nuk ishte ajo grua nga fshati, tha, por ishte e matur në të folur, ishte shumë e zgjuar se si e kisha lënë, dhe aspekti i saj, tha, paraqitja e saj ishte shumë ndryshe, totalisht ndryshe, tha, nga ajo grua që unë kisha martuar. Dhe nuk më vinte, tha, as t'i afrohesha, tha, nga turpi. Aq kishte ndryshuar, tha, në bukuri dhe në sjellje, në çdo gjë. Dhe aty, tha, më tregoj, tha, që të gjithë atë që unë po të them ty, tha, Nadir. Pra kjo ishte surpriza. Surpriza ishte që ajo i tregoj të gjithë jetën e saj. Atë jetë, tha, që ti nuk ma kërkove kurrë
që unë të thosha. Dhe në qoftë se unë do të thosha, i tha Astritit ajo, jetën time, ti prap nuk do të kuptoje. Sepse ti nuk më bëre asnjëherë pyetje që të më thoshe si ishe tek prindrit e tu, si rrije me prindrit e tu, si ishin motrat e tua, si janë motrat e tua, do të shkosh tek prindrit e tu, do të rish me motrat e tu. Pra ti këto pyetje nuk i bëre kurrë. Dhe unë tha qaja si një fëmijë. Qaja tha sepse ndihesha në faj dhe ishte vërtet. Dhe ajo tha teksa më tregonte tha dhe për nënën time tha që ofendonte, e shante, kur unë nuk ishe aty, dhe ajo tha nuk mi thoshte, tha, qoftë nëna tha po qoftë dhe ajo, duke i folur me fjalë më të pista, që unë do të ndaj nëse ti nuk sille shue, nuk bën këtë, nuk bën atë, kur unë tha unë i bëja për fëmijët e mi, për familjen time. Ç'pun kishte ajo, tha, ajo është në punën e vet, unë martova ty, nuk martova nënën tënde. Pra nëna tha ai më vdiq, tha, me fjalë pas 7 viteve që kjo kishte ikur, kishte vdekur nëna, dhe ajo prap i tha ngushëllimet e mia. Pra u tregua zonjë sidoqoftë. Megjithatë, atë tha që kanë vuajtur fëmijët e mi, i tha Astriti, unë do t'ia tregoj vetëm Varrit. Dhe ajo tha, unë dua vetëm një gjë, tha. Unë dua vetëm t'i takoj. T'i takoj, tha, dhe në qoftë se ata dëshirojnë, tha, të vinë me mua. Dhe kështu bëm, tha, u takuam. I binda, tha, sepse nuk doni, tha, djali, tha, po thuaj se nuk donte fare. Kurse vajza e madhe, tha, ishte shumë e vrarë shpirtërisht. Kur u takuam, tha, u takuam në qytet. Dhe u takuam të gjithë bashkë. 3 fëmijë, tha, unë dhe ajo. Ishte dhe avokati, tha, ky zotëria, tha, që ishte me të. Dhe kur u takuam, tha, vajza e vogël, qau. Qau, që tashmë, tha, ishte 18 vjeçe, po thuaj, qau, tha, sepse i mungonte. Ajo mbante mend, tha, disa fragmente dhe kur thërriste nënën e saj, tha, në errësirë qapte derën dhe thoshte, mami, ku je? O nën, nëna. Edhe kurse djali, tha, mbeti pak indiferent, tha, kështu, por vajza, tha, nuk e pranoi. Nuk e pranoi, tha, me fjalë u takuan aty, tha, por tha, ti më braktise, tha. Më braktise, tha, kur unë kisha nevojë. Ishte 6 vjeçe në atë kohë. Unë kisha nevojë, tha. Kisha nevojë për ty, tha. Unë tha, bëra atë që ti nuk mund të bëje dot. Bëra punët që ti nuk bëje dot. I bëra unë më vonë. Para 6 vjeçe ajo lante, fshinte, pastonte, bënte për të ngrënë babait saj, vllai dhe motrës. Dhe më ka rënduar shumë kjo gjë, saqë më ka thyer zemrën, i tha, e bia. Ishte kot, i tha ajo, pra që të qaja. Ishte kot që unë t'i qaj sot, tha, sepse kanë kaluar 15 vjetë, por unë di çdo gjë që ju keni bërë, tha, sepse me anë të shoqes time, tha, u informova dhe më thoshte çdo gjë, tha, për ditëlindjen, tha, për gjëra, për nëse ju sillin, nëse ju vuanit, dhe kuptova, tha, që me kalimin e kohës sidoqoftë ju mbijetuat. Me fjalë, ishit sidoqoftë në një farë mënyrë e mirë, por po të qëndroja unë aty, dy rrugë ishin. Ose burri, ose unë do t'ikja, ose burri do më vriste. Dhe në fakt, edhe ky Astriti thotë që ishin degraduar shumë gjërat që po t'i dija këto, me nënën, që ajo zihesh me nënën, unë do isha hedhur asaj dhe jo nënës. Pra, një situatë komplekse që ajo u detyruaj që t'ikte. Megjithatë, ajo u kërkoi një diçka, sepse gruaja, siç ju thash, kishte ikur, por ajo kishte bërë një pasaport. Dhe një pasaport me një emër tjetër, pasaport falso, dhe kishte ikur dhe shkoi jashtë vendit, pra jashtë Shqipërisë. Dhe në gjithë ato vite ajo kishte punuar në disa vende, por vitet e fundit kishte njohur një zotëri. Një zotëri që ishte i madh në moshë, le të themi, sepse punonte tek ky zotëria, nuk ishte se rrinte me të, por njohu këtë zotërin dhe ai e kuptoi që ishte një njeri i mirë, që ndihmonte, përveç se punonte tek ky zotëria, dhe ai e ndihmoi edhe për të blerë një shtëpi, ekonomikisht edhe me një tokë. Dhe sidoqoftë, ajo bëri një shtëpi dhe tashmë duke patur një shtëpi, ajo kishte vendosur që të rrinte gjithmonë vetëm. Pra nuk ishte se rrinte me dikë, rrinte gjithmonë vetëm. Dhe u tha fëmijëve, unë tha kam pritur vetëm këtë ditë. Unë dua, tha, vetëm që ju t'jeni mirë, tha. Unë ja dola,
sepse ndryshe do kishin vdekur të gjithë. Sot që ja dola, kam një shtëpi dhe unë do dëshiroj që ju të rrini me mua, në qoftë se dëshironi. Vajza nuk shkoj, djali dhe vajza e vogël po, por vajza e madhe jo. Ndeti me Astritin dhe fëmijët ikën dhe jetojnë me të, në një vend evropian. Dhe unë doja të pyesja juve. Në një situatë të tillë, a ka faj dikush dhe kush e ka fajin? Sepse në një situatë të tillë pa tjetër dikush ka faj, po kush e ka fajin? Pra doja një diskutim të përbashkët, sepse siç e kam thënë gjithmonë, diskutimet e përbashkëta na tregojnë një rrugë tjetër, sepse duke lexuar njëri tjetrin këtu, marrim edhe mësime. Kështu që përveç kësaj historie, padyshim informohemi. Kështu që pres komentet tuaja. Do t'ju lutem, nëse është e mundur, një koment. Çfarë do lloj mendimi që të keni? Në qoftë se ka faj dikush, kujt jepni fajin? Në qoftë se ka të drejtë dikush, kujt jepni të drejtën? Dhe në qoftë se ajo kishte të drejtë që iku, apo në qoftë se ky kishte të drejtë që sillej pra burrin në këtë formë, apo vjera në atë formë. Pres komentet tuaja, ju përqafoj. Ju dua fort. Natë.